Gjykata e posaçme e apelit ka rrëzuar ankimimin e Jamarbër Maltezi dhe Argita Berishës për heqjen e sekuestros mbi 25 pasuri, duke lënë në fuqi vendimin e mëparshëm të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, GKKO. Shkalla e dytë e gjyqësorit nuk pranoi kërkesën e çiftit për lirimin e pasurive, të cilat janë sekuestruar në kuadër të hetimeve për dosjen e njohur si Partizani. Më herët edhe gjykata e lartë ishte shprehur për këtë çështje, duke lënë në fuqi të njëjtin vendim për sekuestrimin e pasurive. Sipas vendimit të gjykatës, në sekuestro janë vendosur 25 pasuri në pronësi të Jamarbër Maltezi dhe Argita Berishës, mes tyre përfshihen 6 llogari bankare, 4 njësi tregtare, 1 truall, 1 vil duplex, disa apartamente, njëri prej të cilëve ndodhet në rrugën Mustafa Matohiti, përballë banesës së ish-kryeministrit Sali Berisha, si edhe 1 vil në gjirin e Lalzit. Po ashtu, në sekuestro janë vendosur edhe kuotat në masën 45%, 60% dhe 100% në 3 shoqëri tregtare në emër të Jamarbër Maltezit, përfshirë shoqërinë Home Plan SHPK, si dhe 1 palestër e ndodhur në ish-kompleksin Partizani. Sekuestrimi i këtyre pasurive mbetet në fuqi deri në përfundim të procedurave gjyqësore që lidhen me dosjen Partizani. Lista e plotë e pasurive të sekuestruara: shuma prej 63.657.10 euro të gjendur në llogarinë bankare të Jamarbër Maltezit, shuma prej 2.699.408.46 lek gjendur në llogarinë bankare të Jamarbër Maltezit, shuma prej 29.259 dollarësh në llogarinë bankare të Jamarbër Maltezit, shuma prej 62.018 eurosh gjendur në llogarinë bankare të Jamarbër Maltezit, shuma prej 45.750 euro në llogarinë bankare të Jamarbër Maltezit, shuma prej 26.492 euro në llogarinë e Jamarbër Maltezit, pasuri e apartament me sipërfaqe 128.3 m2 në rrugën Mustafa Matohiti, bodrum në Tiranë, rruga Mustafa Matohiti me sipërfaqe 18 m2, bodrum në Tiranë, rruga Mustafa Matohiti me sipërfaqe 28 m2, apartament me sipërfaqe 195 m2 në rrugën Mustafa Matohiti, apartament me sipërfaqe 102.60 m2, apartament me sipërfaqe 208.20 m2 në rrugën Dëshmorët e 4 Shkurtit, Tiranë, pasuri në bashkëpronësi të Jamarbër Maltezit dhe Argita Maltezit, pasuri tjetër në bashkëpronësi të Jamarbër Maltezit dhe Argita Maltezit, apartament me sipërfaqe 346.1 m2 dhe sipërfaqe e përbashkët 70.3 m2, apartament me sipërfaqe 356.3 m2 dhe sipërfaqe e përbashkët 68.8 m2, njësi me sipërfaqe 459.6 m2 dhe sipërfaqe e përbashkët 43.03 m2, njësi me sipërfaqe 459.6 m2 dhe sipërfaqe e përbashkët 38.7 m2, njësi me sipërfaqe 379.6 m2 dhe sipërfaqe e përbashkët 38.7 m2, njësi me sipërfaqe 459.6 m2 dhe sipërfaqe e përbashkët 43.3 m2, apartament me sipërfaqe 375 m2 dhe sipërfaqe e përbashkët 31.1 m2, apartament me sipërfaqe 375 m2 dhe sipërfaqe e përbashkët 31.1 m2, truall dhe vil, apartament duplex i vendosur mbi këtë truall, me sipërfaqe trualli 187.7 m2, me sipërfaqe ndërtimi 76.23 m2, e ndarë në kati përdhe dhe kati sipërt, si dhe verand me sipërfaqe 22.73 m2, pasuri e paluajtshme me sipërfaqe 107 m2, rruga Frosina Plaku, kati përdhe i godinës 9 katëshe, masën 45% të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë Home Plan SHPK në emër të shtetasit Jamarbër Maltezi, masën 100% të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë Magnet Imo SHPK në emër të shtetasit Jamarbër Maltezi, si dhe masën 60% të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë Magnet Cement Fit në emër të shtetasit Jamarbër Maltezi.